e përcjellin të vdekurin 3 gjëra, cilat janë ato. Ende prej momenti që ti ke vdek, fillon ndryshimi. Ka vdek një i pasur, xhamat plot. Ka vdek një i varfër, xhamat pak. Ka vdek një i pasur, hoxhallar plot. Ka vdek një i varfër, hoxhallar pak. I vdekuri a merr nga pasuria e tij ndonjë gjë? Qaddimuni. Më qani ma shpejt. Ja wejleha, ejne jedhebune biha. Ah, mjerë për këte, ku jeni duke e qu? Nata e par në Vareza. Allahu na e lehtësoft të gjithëve këtë natë. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi së bashku duke jetuar në hijen e fjalëve të njeriut më të mirë, i cili ka jetuar ndonjëherë, të njeriut më të zgjedhur nga Allahu Azza wa Jall, të dashurit të zemrave tona, të atij i cili nuk flet nga hamendja, ndërsa fjalët e tij janë ashtu siç thot Allahu Azza wa Jall, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendja, ai flet nga shpallja që i vjen prej Allahut Azza wa Jall. Jemi me fjalët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat neve na udhëzojnë, na këshillojnë, na porosisin, na nxisin në vepra të mira, na largojnë, na ndalojnë nga punët e këqija, që ne të ecim në atë rrugë që Allahu është i kënaqur. Me lejen e Allahut Azza wa Jall do të qëndrojmë disa minuta, disa momente që të përcjellim dhe të shtjellojmë disa fjalë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat janë të rëndësishme për secilin prej nesh dhe janë të dobishme për secilin prej nesh. Në një prej haditheve të tij, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam na tregon për njeriun pasi ai t'i dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall, për gjendjen e tij dhe për përcjelljen e tij. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yatba'u al-mayyita thalath, e përcjellin të vdekurin 3 gjëra. Çdo njeri i cili vdes e përcjellin atë 3 gjëra. 2 prej tyre kthehen dhe 1 prej tyre mbetet me të vdekurin. Pra kështu na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përcjellin të vdekurin 3 gjëra. 2 prej tyre kthehen dhe 1 mbetet me të vdekurin. Kush e përcjell atë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. E përcjellin të vdekurin 3 gjëra, cilat janë ato: ahluhu, familja e tij,
wa maluhu, pasuria e tij, wa amaluhu, dhe veprat e tij. Pra çdo njeri, ata që i kemi përcjell, edhe neve që jemi gjallë, edhe neve që do të na përcjellin neve 3 gjëra. Së pari e përcjellin njeriu familja e tij. Kush e përcjell njeriu? Kush janë ata të parët të cilët qëndrojnë afër dhe merren me të vdekurin e tyre? Familja. Do të qëndrojnë djemt, do të qëndrojnë vajzat, do të qëndrojnë familje afër, do të qëndrojnë familjarët. Ata që e përgatisin, kush janë? Familjarët. Ata që çdo gjë e ecin deri në momentin që të del nga shtëpia i vdekuri, janë familjarët. Deri ku? Deri në vareza. E përcjell familja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kështu: e përcjell të vdekurin familja, familja kthehet. Pra gjëja e parë që e përcjell është familja. Mirë, po familjarët kthehen. E don babën shumë, e don shumë, ka vdekur ai, e lëshojnë në tokë. Pastaj kthehen. E don nanën shumë, e ka dashur shumë, ja di vlerën, ja di rëndësinë, e di çdo gjë. Erdh momenti me e lëshu në tokë. Pastaj njerëzit kthehen. E don vllaun, e don motrën, bashorten, e vladin dhe çdo kan tjetër, e don shumë. Vjen momenti që vdes. Çka bëjmë ne? E përcjellim atë, e lëshojmë në tokë, e mbulojmë me dhe. Pastaj kthehemi. Bile disa prej njerëzve, po qofshin edhe familjar, ndoshta nuk ndalen edhe të bëjnë një dua pak më gjatë, të presin një kohë me të vdekurin e tyre. Ende prej momenti që ti ke vdek, fillon ndryshimi, ti ma nuk je ai që ishe, por derisa ishe gjallë, ti ishe ndryshe, ti kishe pozit, kishe vlerë, kishe rëndësi, kishe çdo gjë dhe të gjithë e kishin parasysh. Mirë, po ti tash je i varrosur. Është e njohur si hadith që të qëndron njeriu pasi të varroset i vdekuri, sa duke e therr një kafsh, duke e shpërndajt mishin e saj, e kështu me radhë. Një gjë e tillë nuk është hadith. Nuk është fjala e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por ndryshe është fjala e Amr bin Asit radhiyallahu anhu. Mirë, po, e mira është të qëndrohet pak, e mira është të lutet njeriu për atë i cili është varrosur, të bëhet dua për të vdekurin. Njerëzit edhe në ato momente që ti sa je lëshu në tokë, ende pa përfunduar, familjarët ngriten atje të bëhen resht, të bëhen radhë dhe t'i përshëndesin të gjallët. E i vdekuri u kry ma i vdekuri. Familja kthehet. Po edhe si kur të qëndron. E keni pa dikush i cili qëndron të vareza, si i ka vdek një antar i familjes dhe ai tash rri 1, 2, 3 ditë. Pse rin atje? Po ri me atë të vdekurin se e kam dashur shumë. A e keni pa dikant? Nuk rin askush. Krejt kthehen. Jo vetëm që kthehen. Edhe si kur të rin, nuk i ban dobi. Që unë që po ri me ty, a të bajnë do një dobi? Jo, nuk baj dobi, unë s'muj me ndejt mbi vareza e ti, nën vareza dhe me të ban do një dobi, por vetë se asaj duaje që munde me bo. Familja kthehet. Çka bajnë familja për ty? Me gjithë sa ata që janë të mirë, ata munden me bo shumë mirë, po ajo e cila është thjesht një tradit, çka bajnë familja për ty? E hapin një të pame. Dhe nëse është 3 ditë, është mirë deri diku. Nëse është 5 ditë, familja ka bo pak ma shumë për ty. Me bo 7 ditë, atëherë ka bo familja një punë të madhe për ty, e cila realisht nuk ka të bëj nga ana e fesë, as gjë, as nga Kurani, as nga Suneti, është thjesht një tradit. Mirë, po familja kthehet edhe e ban atë që mendon se duhet të bëhet. Ndërsa
i vdekuri qëndron i vdekur i varosur. Gjëja e parë, familja. Familja kthehet. Gjëja e dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e përcjell të vdekurin pasuria e tij. Çka nënkupton e përcjell të vdekurin pasuria e tij? Ka thonë dietarët, ai i cili ka pas pasuri ndoshta më të madhe e përcjellin ata njerëz që kanë punu për te. Pasuria e tij punëtorët. Pasuria e tij më herët rob që i ka pas janë shit janë ble e kanë përcjell atë. Pasuria e tij nënkupton në këtë mënyrë. Disa kanë thonë ndikimi i pasurisë që është ende në xhamat, në popull, ndoshta edhe në hoxhallar. E përcjell familja kthehet. E përcjell pasuria. Si e përcjell pasuria? Ka vdek një i pasur, xhamat plot. Ka vdek një varfër, xhamat pak. Ka vdek një i pasur, hoxhallar plot. Ka vdek një i varfër, hoxhallar pak. Ky është ndikimi i pasurisë që njerëzit e përcjellin atë. E përcjell pasuria. Mirë po, a merr nga pasuria e tij ndonjë gjë? I vdekuri, a merr nga pasuria e tij ndonjë gjë? Shtëpia mbetet, vetura mbetet, veshmbathja mbetet, toka mbetet, biznesi mbetet, telefoni më i riu mbetet, ora më e shtrenjtë mbetet atje. Çdo gjë që ka investuar në aspekt të dunjas mbetet në dunja. Pasuria kthehet. Mbetet me te vetëm një qefin i cili nuk ka xhepa. Nuk merr me vete i vdekuri asgjë. Siç kishte lënë porosi një prej mbretërve të pasurve që kur të vdes ma leni dorën jashtë varit ma leni dorën. Për çfarë arsye? Le ta shohin krejt le ta shohin se mbret nuk ka marrë me vete nga pasuria e dunjas asgjë. Nuk merr nga pasuria. Familja e përcjell, familja kthehet. Pasuria e përcjell, pasuria kthehet. E kush mbetet me te, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Familja kthehet, pasuria kthehet, mbeten me te veprat e tij. Nga gjithë kjo i mençuri, nga gjithë kjo besimtari e kupton cilës gjë duhet mi dhënë më shumë ti rëndësi. Cilës gjë duhet t'i japim më shumë ti rëndësi. Familjes i japim rëndësi aq sa i takon. Pasurisë, punës i japim rëndësi aq sa i takon. Veprave, nga se vetëm veprat e njeriut do të mbeten me njeriun. Vetëm ato do të mbeten prej momenti që njeriu niset. Njerëzit e marrin tabutin, e marrin të vdekurin që ta çojnë në vareza. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse ka qenë i mirë, ai thot, qaddimuni, më çoni më shpejt. Pse? Ai e di shpërblimin. Ai i cili ka qenë i mirë, e ai i cili ka qenë i keq, thot, ja wejleha, ejne yadhhabuna biha, mjerë për këte, ku jeni duke e qu? Subhanallah, kush e shoqëron njeriun në këto momente? Kush është afër me njeriun në këto momente? Lëshohet njeriu në dhe mbulohet në natën e parë të jetës së berzahut. Thuhet që Enes bin Malik radiallahu anhu tha, kujtoni, meditoni në ato dynet të cilat nuk i keni përjetuar asnjëherë. Dhe meditoni, ndaluni, analizoni në ato 2 ditë që nuk i keni përjetuar asnjëherë. Cilat janë ato? Janë 2 ditë që ti kur në jetë nuk i ke përjetu. Ato do t'i përjetosh një herë, vetëm një herë. Cila është ajo ditë?
një ditë e tyre është ajo ditë që ti do të përballesh me melekun e vdekjes. Ate nuk e përjeton çdo ditë. Ate nuk e përjeton disa herë. Ajo nuk ndodh e vazhdueshme, e përsëritshme në jetën tënde. Kur ndodh ajo? Ajo ndodh një herë. Dita në të cilën do të takohesh me melekun e vdekjes. Dhe në atë moment do të jesh i thirrur. Si do të thirresh? Kujtoje këtë ditë. Përgatitu për këtë ditë. Si do të thirresh? O filan, jo. O Ahmed, jo. O Abdullah, jo. Me një emër, krejt si tjetër. O ti shpirt i mirë, apo o ti shpirt i keq. Subhanallah. Kjo është dita. Ky është momenti të cilin ne nuk e kemi përjetuar, ne në mesin e njerëzve, por dika ndje i mirë, por dika ndje i keq. Asnjë prej njerëzve nuk është i mirë për krejt, apo i keq për të gjithë. Dikush është i mirë për një pjesë dhe dikush për një pjesë tjetër. Te meleku i vdekjes nuk vlen gjitha këto gjëra të tjera të dunjas, nuk vlen. Je i mirë, o ti shpirt i mirë. Je i keq, Allahu na ruaj. O ti shpirt i keq. Dhe kështu tha Allahu në Kur'an: Ja ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O ti shpirti mirë, o ti shpirti qetë, o ti shpirti pastër, dil te Allahu, se Allahu është i kënaqur me ty. Hin në mesin e robërve të mirë, hin në xhenetin Allahu. Ky është përjetimi i parë. Dhe dita e dytë, atë ditë që njeriu do të del para Allahut Azza wa Jall dhe do të pret nga cila anë do t'i zbret libri, a nga ana e djathtë apo nga ana e majt. Dhe dy net të cilat nuk i keni përjetuar asnjëherë. Natën ti bie pushon, natën ti flen, natën ti ki gajle, natën ndoshta nuk të zë gjumi, natën e kalon netët e ndryshme të jetës së kësaj dunjaje. Një natë është nata të cilën nuk e ke përjetuar asnjëherë. Cila është ajo natë? Nata e parë në Vareza. Allahu na e lehtësoft të gjithëve këtë natë. Allahu natën e varit na e boft dritë me imanin ton, me veprat tona, me adhurimet tona. Një natë të cilën ne nuk e dim, një natë të cilën ne nuk e kemi përjetuar, një natë që ne nuk e kemi shijuar. Vjen momenti që ti lëshohesh dhe mbulohesh. Kush do të qëndron me ty në ato momente? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: familja kthehet, pasuria kthehet dhe mbeten me te veprat e tij, qofshin të mira apo qofshin edhe të këqija. E duke qenë njeriu në natën e varit, duke qenë i varosur, ati i paraqitet një gjë. Çka do t'i paraqitet? Ajo të cilën e ka vepruar në dunja, në formë të ndritur, në pamje të bukur. Atëherë ky njeri i thot: men ent, kush je ti? Se pasha Allahun kjo fytyra jote nuk tregon përveç se hajr. Ti je këtu për hajr. Kush je ti? Përgjigjet edhe thot: ana amaluka salih, unë jam puna jote e mirë. Puna jote e mirë. Kjo do të shoqëron në ahiret. Ky namazi që ti e duke e falë sonte. Ky agjërimi që ti sot ka agjëru për Allahun. Leximi i Kur'anit, dhikri, duaja, raporti i mirë me tjerët, respekti ndaj prindve, respekti ndaj të tjerëve, ndihma, zgjatja e dorës ndaj njëri tjetrit, mbështetja, afrimi, vllazëria, dashuria me të tjerët, çdo gjë e mirë që veprohet në natën e varit do të shndrohet në dritë.
Dhe nga ana tjetër, dikush i cili do të sheh një pamje të trishtueshme, një pamje të friksueshme, i cili do të thotë, men ent, kush je ti? Se fytyra, se pamja jote nuk tregon përveç se ti këtu je për sherr, për keq. Thot, ana amaluka sayyi, un jam vepra jote keqe. Kush je ti? Un jam ajo koha që thirrej ezani dhe ti nuk i bie në sejdë Allahut Azza wa Jall. Un jam ajo dita e Ramazanit që ti ke ngrane dhe ke pi pa arsye. Un jam ajo mangësia jote në dhënien e zekatit. Un jam alkoolit. Un jam bigjozit. Un jam zinaja jote. Un jam kamata jote. Un jam gibetit. Un jam shpifjet, gënjeshtrat e tua. Kush je ti? Un jam vepra jote e keqe. Jo dikush tjetër. Ajo që të ka shoqëruar në dunja, ajo e njëjta do të shoqëron në natën e varrit. Subhanallah. E besimtari duhet të përgatitet. Besimtari në çdo ditë, në çdo moment, në çdo kohë, nuk duhet të jetë prej atyre që e neglizhon, e harron këtë çështje, nga se kjo është kryesore, kjo është thelbësore, që ne të përgatitemi. E përcjell të vdekurin familja kthehet. E përcjell të vdekurin pasuria kthehet. Dhe këto të dyja janë shkaku kryesor që në shumicën e rasteve njeriu dështon në të tretën duke u marrë me të parën dhe të dytën. E këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të tregon cila është më e rëndësishme. Cila është ajo që ti duhet t'i kushtosh kujdesin më të madh, kujdesin më të veçantë në jetën tënde. Cila është ajo? Për shkak të parës, familjes, dhe për shkak të dytës, pasurisë, njeriu dështon në të tretën në veprat e tij. Sa prej njerëzve nuk janë në gjendje të falen? Pse nuk falet? Se është në punë. Pse është në punë? Se duhet të merr rrogë. Për çfarë? Që ta mban familjen, që t'i ushqen fëmijët. Kjo është krejt në rregull, ama nuk falet se është në punë, ky ka dështuar. Nuk agjeron se është në punë, ky ka dështuar. Për shkak të familjes, për shkak të pasurisë, nuk lihet anash feja Allahut Azza wa Jall. Nuk humbet xheneti për askand. Këtu duhet të jemi të qartë. Se cili prej nesh ka familje. Edhe ti edhe unë. Edhe ti e do babën, edhe ti e do nanën, edhe ti e do bashorten, edhe ti e do evladin. Ma shumë se xhenetin? Jo, vallaj. Jo. Muslimani nuk është në gjendje të hynë në xhehenem për askand. Jo. Mos i jep përparësi dikujt, askujt, këtu s'ka përjashtim, askujt. Mos i jep përparësi dhe me i thon indirekt dhe jo në mënyrë të drejtë për drejtë, ama une për ty do të hy edhe në xhehenem. Jo vallahi. Jo. Une për asnjë, për askand, s'muj me hy në xhehenem. Jo vallahi. Une s'muj me lën namazin se fëmijët s'kan çka me ngronë. Fëmijët do të hajnë. Fëmijët nuk e kanë riskun të une, fëmijët e kanë riskun nga Allahu. Ne do të mundohemi, ne do të punojmë, ne do të angazhohemi, ama une me hin xhehenem për ty, jo vallahi për asnjë. Me hum xhenetin për ty, jo vallahi për asnjë. Po familja u kthy. Ti u varose, familja u kthy. Ku janë? Ku është familja sot në momentin që ti varosesh? Fatkeqësisht në sa raste familja edhe të haron. Pasha Allahun të haron. Të harojnë edhe fëmijët e tu. Jeta e kësaj dunjaje është kështu. Jo me qëllim, jo që nuk të duan, jo që nuk të vlerësojnë, jo që nuk të adin hakun, ama ti ke vdek nesër. Ndoshta jo nesër bukfal, pas një jave, pas 2 jave, do t'i shohësh fëmijët, familja të cilët do të qeshen. I shohim, pse? Po pse ke vdek ti nuk do të vdesin krejt?
Kanë vdekuna, krejt do të vdesin. Jo, vallai nuk vdesin, do të vazhdojnë. Në momentin që do të vazhdojnë, ata do të jetojnë jetë normale. Pas pak ditëve sikur nuk ka ndodhur asgjë. Mos të flasim në raste të caktuara që ende në të pame, hala në të pamen tënde, familjarët qeshin. S'ka njerëz dhe bëjnë biseda të lira dhe kalon edhe në hajgare, ama ti atje i varosur, kush të gjindet afër? Kande ki afër? Familja jo, pasuria jo. Kush mbetet me ti? Mbeten veprat tua. E në ditën e gjykimit, Allahu Azza wa Jall i përmendi të dyja, pikërisht këto të dy gjëra. Tha Allahu Azza wa Jall: "Yawma la yanfa'u malun wala banun." Atë ditë nuk do të ban dobi pasuria e as fëmit. As pasuria në ahiret nuk të ban dobi, as fëmijët, familja nuk të ban dobi, illa men ata Allahe bi qalbin selim, përveç ati i cili ka ardhë te Allahu Azza wa Jall me zemër të shëndosh. Mos të flasim deri në atë shkallë sa që tha Allahu Azza wa Jall në ditën e gjykimit: "Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughnihi." Atë ditë njeriu do të ikë nga vëllau i tij, nga baba dhe nga nana e tij, nga bashkëshortja dhe evladi i tij, secili atë ditë do të ketë dertin e vet. E nëse kanë qenë të mirë, do të bashkohen përsëri në xhennet, nëse jo, secili në vendin që i takon. Mirë po, është e rëndësishme që ne ta kemi parasysh, mos ta humbim drejtimin, mos ta humbim qëllimin, mos ta anashkalojmë synimin. Synimi jon të jetë xheneti Allahut Azza wa Jall. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na ban me dije se të vdekurin e përcjellin 3 gjëra. E përcjell familja kthehet, e përcjell pasuria kthehet, e përcjellin veprat e tij. Këto janë më të rëndësishme që njeriu duhet të ju kushton kohë, angazhim në jetën e tij. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson që të shtojmë punët e mira, Allahu të na largon nga punët e këqija. Allahu ibadetet që jemi duke i bë gjatë këtij muaji dhe gjatë gjithë jetës tonë, Allahu të na pranon. Allahu të na pranon agjërimin ton, namazin ton, zekatin ton, sadakat tona, hatmet tona, lutjet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Nga dënimi i tij të na shpëton. Në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.